Fillojnë punimet për kthimin e imazhit të dikurshëm të vijes Egnatia në Elbasan. Mbulimi i bazilikës dhe rindërtimi i 2 kullave të daljes së Kalas janë 2 projekte të tjera në vazhdim që financohen nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA 2009. Projekti ka si qëllim mbështetjen për zhvillimin e integruar të trashëgimisë kulturore në disa qytete të Shqipërisë, Shkodrës, Beratit dhe Korçës. Për sa i përket vijes Egnatia, rruga do të përmirësohet si pjesë e Kalas dhe si një rrugë e vjetër e kohës romake. Në qytetin e Elbasanit ka filluar projekti për rindërtimin e vijes antike Egnatia. Rruga përshkon mes për mes lagjen Kalat të këtij qyteti dhe ky është një projekt, një financim i përbashkët i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Elbasan. Projekti parashikon ndërtimin e një rruge pedonale 3 metra të gjerë, ndriçim mesjetar dhe do të finalizohet me rindërtimin e kullave lindore të vijes Egnatia në Elbasan. Pritet që në këtë projekt të përfshihen edhe fasadat e banesave, të cilat do të mbulohen me fondin që bashkia do të japë si pjesë e kontratës për këtë projekt. Rruga do të jetë pedonale e do finalizohet me 2 kullat në pjesën lindore, aty ku përfundon kjo rrugë. Këtu në qytetin e Elbasanit po rindërtohet kjo vija e vjetër Egnatia. Sa i shërben banorëve të kësaj lagje? Kjo i shërben jashtëzakonisht banorëve të lagjes. Sepse nëse do rregullohen rrugët ashtu siç kanë qenë, do rregullohen edhe banesat, sepse këtu mund të zhvillosh edhe një zejtari, kupton se përpara ka pasur zejtari këtu. Mirë, po janë mbyllur, me kalimin e kohës janë mbyllur. Tash po qëse do bëhet edhe hera i kalldrami që ka qenë dikur, këtu do ketë mjaft perspektiva. Sepse kjo tërheq vëmendje se është kjo rrugë historike, rrugë me qina vjet. Sot që kështu në këtë gjendje ne vinë gjithë ata turistë vinë këtu, nga Gjermania, nga Hollanda, nga Belgjika, nga Kataranët. Firma zbatuese e punimeve është një firmë italiane. Vlera fillestare e kontratës është përcaktuar 552.333 euro. Në të njëjtën kohë janë duke u zhvilluar punime për zbulimin e bazilikës në qendër të qytetit.